Apeli i GKK-s ka lënë në fuqi masën e arrest në burg për Safet Bajrin, Behar Bajrin dhe Asmer Bilalin, të cilët akuzohen për vrasjen e Fatbardhlicit me 8 gusht 2018, një ngjarje që tronditi opinionin publik. Gjatë seancës, Safet Bajri ka mohuar çdo lidhje me vrasjen dhe ka pretenduar se në ditët e ngjarjes kishte qenë në një diskotek dhe restorant peshku në Tiranë. Ai ka argumentuar se ndodhej larg vendit të kërkimit dhe nuk kishte asnjë lidhje me ngjarjen e rëndë. Megjithatë, gjykata ka vendosur të mbajë në burg Bajrin, Bilalin dhe Behar Bajrin, duke theksuar se përgjimet e siguruara nga hetuesit kanë provuar përfshirjen e tyre në ekzekutimin e licit. Në bazë të hetimeve të kryera nga SPAK, vrasja e Fatbardhlicit dyshohet të ketë qenë një akmarrje për vrasjen e ish efektivit të policisë, Boran Borçana, ngjarje që ka ndodhur më herët dhe që Behar Bajri ka lidhur me licin, duke akuzuar atë si personin përgjegjës për vrasjen e Borçanës. Për të realizuar këtë krim, Bajri dhe Bilali janë akuzuar se kanë organizuar dhe ekzekutuar vrasjen e licit, ndërsa Erja Ago, një ishmiz dhe dashura e Safet Bajrit, ka dyshuar për rolin e saj si bashkëpunëtore. Ajo dyshohet se ka udhëhequr automjetin që ka transportuar autorët e krimit drejt Shkodrës ditën e vrasjes. Në vazhdim të hetimeve, SPAK ka siguruar provat mjaftueshme për të mbështetur akuzat ndaj Safet Bajrit, Behar Bajrit dhe Asmer Bilalit. Hetuesit kanë përdorur përgjime telefonike dhe prova të tjera për të treguar lidhjen e ngushtë midis tyre dhe për të zbardhur arsyet dhe mënyrën e realizimit të vrasjes së Fatbardhlicit, pavarësisht mbrojtjes së Bajrit se nuk kishte lidhje me ngjarjen. Gjykata ka vendosur që masat e sigurisë të qëndrojnë të pandryshuara dhe të vazhdojnë hetimi për të zbuluar të gjithë rrjetin që mund të ketë qenë i përfshirë në këtë vrasje.